gastronomia që është çështja mbitor që ne jemi të përfaqësuar, domethënë jo brenda Shqipërisë e rajonit, po deri te New York Times e BBC e rajonit dhe ju e dini. Denisa, ka një merak. Zoti Pjerin, nosa të flasim pak për situatën aktuale, për protesta që kemi aktualisht. Si e shikoni çështjen aktuale në këndvështrimin tuaj? Sepse ne duam pak a shumë me Denisën e kishim menduar ta lidhim me të rinjt. Pse ikin të rinjt? A punësohen të rinjt? A kanë vend në Shqipëri të rinjt? Apo po i përfaqëson protesta që është në shesh? Dhe duam ta dim me sinqeritet, ti në Lezhë sa punë ke bërë për t'i mbajtur të rinjt në qytete dhe në rrethinat? Unë mendoj se kjo është një problemi i ikjes, është një problem rajonal, nuk është vetëm i Shqipërisë. E po shkosh në Itali, për shembull, qahen për këtë. Po Shqipëri ka statistika të frikshme, Pjerin. Do ta themi sakt këtë. Ta flasim tamam, hajde shkojmë në Itali. Në një vend më të bukur në Lago di Garda, në Limone sul Garda, ato kërkojnë sot me qiu mbi 2000 shqiptar, po mundë. Sepse italianët kanë ikë nga Italia, nuk punojnë, o kanë ikë në Gjermani, o kanë ikë në Amerikë. Dhe ta thonë drejt, kanë ikë nga Kroacia, kanë ikë nga vendet e tjera, Malizi, kanë ikë nga Kosova, kanë ikë nga Maqedonia. Është një hemorragji, nuk është vetëm për ne, dhe nuk mund të themi se kjo hemorragji ka pas kurbat e veta të uleve të ngritje, po sa është të thonë që domethënë kemi pas ne se kanë pas tjerët. Pra nuk shtrohet kështu. Problemi është që ka gjëra për të rregullu, protesta është duhet të qartësojmë një gjë. Nëse bëhet një protest, ka diçka që duhet marrë në konsiderat gjithmonë. Qartë dhe saktë. Po. Masanej unë nuk mund të shaj një protest për vete, por mund ta diskutoj një protest. Po. Dakor? Se tash ti shoh ca terma komunista aty. Kundër Amerikës, kundër BE-s, ama anat e monjojnë, kundër investimeve të huaja, pra kam frikë se është një vi filozofike pak e majt, e thellë, që nuk e di se ka depërtuar aty, po mbizotron në artikulimet publike. Dhe kjo pak për mua është e frikshme. Mirë, e marrim, e shtrojmë në rrafsh. Ti për shembull personalisht si ke zgjidhur punësimin e të rinjve? Nuk e kam zgjidhur, ose çfarë hapash ke ndjekur? A ka pasur ndonjë politikë që ke ndjekur? Të them unë për shembull. Sot për shembull në ndërtim, po të shkosh në ndërtim, ti nuk ke rrogë të punëtoje thjesht në 1200-1500 euro. Po aq e ke në Itali. Unë i kam pyetur punojnë në Itali, sa e ke? Sa merr një inxhinier ndërtimi, e din? Po një arkitekt sa merr? Po një ekonomist sa merr? Po një guzhinier sa merr? Rrogat janë rritë shumë. Nuk është mua ajo sistemi. Realisht janë rritur, po. Janë rritë shumë në disa sektor privat po. Edhe biznesi ka rritë edhe shteti ka rritë. Pra janë rritë. A ka nevojë për më tepër? Sigurisht e ka. Vendi jo nuk është vendi i mrekullive. Ku ne gjithçka do ta shohim në sistemin e mrekullive dhe pos ndodhi një gjë kështu, këtu ky vend ka 100 vjet që nuk ka qenë i pasur, 100 vjet ka. Nuk ka qenë i pasur ndonjëherë. Marrim mend në një periudhë që Shqipëria ka qenë një vend i pasur dhe pa probleme. U shkatru, nuk ka qenë ndonjëherë. Pa është një histori e gjatë. Ne sot jemi në fokus. Nuk them se gjithçka është bërë mirë, ka vend qeveria për të korrektuar sigurisht, edhe mbrana për mbrana vetes, po edhe me qytetarët. Absolutisht jam dakord që duhet të korrektohen shumë gjëra. Por nuk mund të shëmzohet me xerat, do të them, kjo ideja se xeros nuk më pëlqen. Sot Shqipëria nuk është. Në kohë në fakt duhet zerohet gjithçka. Sot Shqipëria është dera Bashkimit Evropian, ti thu më morën qaf. Ti sot Shqipëria është në fokusin e mediave ndërkombëtare për turizëm e për zhvillim me aeroporti i Rinia si shkon ka element shumë pozitiv ashtu siç ka vende për të rregulluar dhe për të sistemuar.